opozita është shkaktarja pse po shkojmë zgjedhje? Se mu duket kjo mund t'jetë më shumë arsye se sa shtyrja për 2 javë zgjedhjeve. Tash edhe ma pak I besoj kësaj. Mas asaj që I dëgjuam edhe prej ekspertëve ligjor që nëse s'dëshmuhen në nënshkrimet e deputetëve, atëherë presidentja nuk jep atë mundësi të 15 ditë, kështu që bjen kjo. Munet me ato, është vlerësim të soj. Tash mundet. Nuk është ndoshta këtë rregulluar me 61 nënshkrime. Por presidentja e vlerëson. Jo, për s'ka vlerësim. Mo ne vlerëson të gjos, aty ka për shemb Glau Koni. Ti vlerëson ti jap du deboler, pra do të vlerësoj që du debola I ka. Jo, është diskrecion. Kush o kundër, për çfarë arsye mos mi pas se du të balja nuk kena detyrim me ato 61 nënshkrime. Një deputet dy që I ka të partisë mora çfarë përgjigj. Nuk e kam ato hiç. Ideja e diskrecionit është kush dëshmon që ka vota. Por ideja e diskrecionit e he garën vetëm pikore. E hap garën te këtë parti politike. Kush do që grumbullon nënshkrime, grumbullon shumicë parlamentare, shkojnë dëshmon presidentës. A mund të vazhdojnë? Po, patjetër. Falja vet. Në rregull jemi. Po. Edhe është argumenti pse pak I besoj. Unë besoj që vetëvendosja është duke I qit në peshore rrezikun që të shkohet në zgjedhje pa buxhet dhe pa ato çështje që I përmenda. Dhe me tu. Pra këtu është besoj krejt lomshi I pazgjidhën. Se çfarë do të ofrojë nesër me këshillin drejtues zoti Kurti se do t'i prezantoj diçka aty, unë jam I sigurt. Ndoshta në qeveri kalimtare, ku I dim na. Sepse megjithatë edhe për to ai do të